Legislacioni është në fuqi që në vitin 2008, por për herë të parë një korporat, një subjekt, një nga bankat e nivelit 2 në Republikën e Shqipërisë ka emetuar obligacion korporate në vitin 2011 dhe që nga ajo datë kemi rreth 8 banka në Republikën e Shqipërisë të cilat kanë emetuar obligacione, pra kanë shritur letra me vlerën publik, duke mbledhur fonde nga publiku, të cilat më pas i kanë përdorur në aktivitetin e tyre, duke dhënë kredi e me radhë, si dhe disa biznese të tjera që nuk janë banka, kryesisht institucione financiare të mikrokredis, por edhe biznese që nuk kanë lidhje me kredidhënien apo me institucione financiare. Në anën tjetër, këto letra me vlerë të biznesit privat, pra të borxhit privat, i kanë blerë investitorë të ndryshëm nëpërmjet një marrëdhënie që quhet oferta private, pra është një koncept se si letrat me vlerë ofrohen tek publiku në një numër të kufizuar investitorë, legislacioni thotë jo më shumë se 99 vetave, konsiderohet ofertë private. Nëse do ishe më shumë se sa 99 veta, pra do ishe një sasi e publiku do bëjë thirrje nëpërmjet medias për të blerë të letra me vlerë, atëherë do të kishim bënë me një ofertë publike, e cila pastaj kërkon më tej listimin në bursë. Deri më sot, pothuajse të gjithë korporata që kanë emetuar obligacione korporative e kanë bërë këtë me ofertë private, pra janë adresuar një grupi të mbyllur të caktuar investitorë, dhe kjo është arsye pse shumë pak dihet ky fenomen. Kemi vetëm një subjekt i cili ka emetuar obligacione për publikun e gjerë në ofertë publike dhe është listuar në bursën shqiptare. Për këto dhe të tjera informacione, ndiqni Financiarisht i Pavarur, sepse do t'ju informojmë her pas here me informacione që janë pikante në lidhje me shërbime financiare dhe me tregj financiare në Republikën e Shqipërisë. Mirupafshim.